Ky e ka ndjek mbledhjen e komisionit të rrugës duke ardhur nga Lushnja dhe e ka ndjek gjithë debatin dhe ka një pyetje për Tani më vërtet duhet përshëndetje njerë, respekte për ju që jeni këtu. Tani orë pyetja është, ai Karakaçi, ka gjithë zanu mashe? Po. Një pyetje, drejt për drejt, biznes ministrës. Ku është sallë? Në stall vjen po. Shiko, i ka ranë fara Karakaçi. Po e ku duhet kartë shtyllën bres. Tashti pse them të edhe i drejt duhet atë doja të Karakaçin këtu, se i bëra i pyetje unë i kam gjetë, nëse u kam lënë shtyllë për nxjerr Karakaçit e zona që ai ka mbulur si delegum. I delegum që ka sjell partia me valizhen dorë për delegacion që të merrte vota. Mirë, puna është se pyesin ata atje që ore do kthehet ma ky ta dëgjojmë çfarë thot. Ore mori votat. Ka lënë rotat. Deputet se si ke dhënë votat ti atje, është ministër, por nuk është deputet i Lushnjës. Olsi, ti ishe në Jo, dakor, po ai ka shkuar në shkollë, tani ti thon pyesin po për Lushnjën sa do vi atje. Rrit dibër tani se e mirë, po unë them për këta që ishin në Lushnjë. Atë pyesin njerëzit në Lushnjë thotë do vi deputet. Është deputet. Tani figura më e lartë që kishte lënë shoqja Bela në zonën e njësisë administrative Dushk, Ballagat, edhe çik më lart ka qenë shoku Karakaç. Pavarësisht se është deputet, edhe si figura më e lartë e Komitetit Qendror Pluralist Partisë Komuniste Shqiptare. Tani më tha me këtë që ka lësë ligjet i qanë, ai s'di fare që ka ardhur ky ligj, unë nuk e vend diskutim këtë pjesë, por se do të kisha ardhur këtu, por nuk di çfarë të thotë. U do të bëj disa pyetje. E nderuar zëvendës ministre, po që ti çosh selam, kjo më mirë kuptohet s'ka lidhje me ju. A e di shoku Karakaç situatën që ndodhet në zonat e fshatrave të Lushnjës me ndër muhabetit? A e di që kemi transformator që hypin mind, e kanë zënë ferrat pak lidh me izolant që mos o zot? A e di që fshatrat e Lushnjës shoku Karakaç rri nga 9 orë pa drita? A e di shoku Karakaç që para 4 ditësh edhe pse ose teja keshe drejtë të birë nuk dërgojnë fare informacion, lan 5 orë Lushnjën pa ujë dhe pas një informacion lushnjarët se u hoqën bën gjoja lidhën 2 fije tel tek depot e ujit? A e dini që një pjesë e Lushnjës akoma lin fshati, jo 20 kV që shtëpia ime është disa ta kërkesë se thotë do bëjmë investime. Lushnjarët duhet din kur, datë. A e di që i ke fijet e telit brenda mullarit, 1, për i hanë lopët 2, brenda plepave 3, me kërcu fiku 4, me kraba që gjullastike 5, edhe gjithë telat e tjerë që është, nuk e di. A i di Ministria Energjetikës këto? Nëse nuk e di, unë juftoj ju që jeni personi më disponibël që kam njohur në njërë në këtë qivirri, dhe këtë e them pa ndrojtje, në këtë qivirri, po të them pa ndrojtje, që të vishti vizitosh që, edhe pse vini në herë durët në kokë, që ta dini realitetin nuk ka në gjithë keqe. Se dikush thotë ju çfarë bat ato vitet e juja. Ore, keni 13 vite këte. Ne ikëm se nuk i ban gjoja ato shtyllat, po ne sot se gjo kam gjurë në parlamentu që nga 2005 filloj kë elektromotore, bum, ndërkohë që në 2005 u rrallun ato ikën ato firmat e këtyre gjeneratorëve. Megjithatë, kjo pak rëndësi ka. Ne themi jemi tani në këtë kushte që ju keni qivirrin. Lushnja pse lihet si vend i harrur? Tani tu janë gjysmat e shtyllave të rana. Janë gjithat lidhura me xhuntim, telat në përfshatra me xhuntim që sa bie një vetëshi në Lushnjë ikin dritat në fshatrat Golem, Dushk, Hajdaraj, Hyzgjokaj. Atje po bëhet linja, e kanë vënë ca shtylla, po të tregoj dhe shtyllat e reja unë kanë marrë bark, s'ka edhe se nuk kanë gjetë llaçe ato, dukur sin çik të llaçi. Pra, Ballagat, Zham, Gramsh,
në këto që ka qenë delegum shoku ministër, duan të dinë kur do t'ja kthej atë që i dhanë sa i kërkoi votat e tij, ku do t'ja kthej mrapsh investimet datë. Do datë valla datë. Thoj, ne do ta bëjmë mandatet 42. Po të pak ta flen mendin atë që bëjmë mandat 42, jemi gjumë. Domethënë natën se s'ka drita. Pra nuk ka energji elektrike sidomos në dimër, që ndezësh dhe lavatriçen dhe dushin. Që do të shikosh televizor dhe fikësh gjitha këto që të hapësh televizorin. Shumicë raste më shkruajnë, alo, folçi me elektriku se ikën drita. Tani s'mundet të kthehet deputeti ambulancë dhe elektrik. Janë dy shqetësime. Pastaj po të them ka filluar ca zona ande, edhe shumë lushnjarëve të cilët e kanë bërë vetë investimin shkret të kablat, po i qanë, ore po s'po na hapi kablin, ore kam bërë vetë kablin, na e bërë elektriku, na e vodhi natën. Tani janë zona divjakës. Ka rënë shtyllat i po të shikosh, ndihji këtu ti jap gjitha të the prap ku janë, po se diti quvëria, ja jap punë ku janë shtyllat gjitha të rënë. Kur do zgjidhet divjak lushnje, që do ketë me këto kablat ABC, YZZ nuk e dum, po të net ABC-ja, kur do na çoni dhe do na kompletoni me ABC, kaq, me ABC, më të thjeshtën. Let telat që vërrim pavarur, që kjo estetika, jemi mësuar me këto, e kupton, nuk ka problem. Por kur do vinë gabinat në lushnje, kur do bëhet investimin në lushnje, kur do bëhet divjak. Sepse janë skandal, janë akoma me shokut një pjesë edhe shtyllat të tjera ka rënë barkas. Pra ka një degradim, nuk ka mundësi që fshatrat e lushnjës, si zona e Myzeqes Thellë që themi në Krutje etj me radhë, Toshgëzi, Deli Sufaj, Allkaj, ka dhe kryetari bashkisë e shkreta, nuk ka edhe jo, e vjen në zonë dhe sajt i ikin, e kupton? Po nuk qahet dot asë nuk shkon me belën, të një dhe nuk qahet dot. Problemi është, unë nuk fola për Roskovecin, për ato gjë që i di unë lushnje, kam drejt flas. Kur flas për Roskovecin, mos hyr. Unë s'kam marrë dhe Roskovec. Kur të vi Roskovec, atëherë ti e shoh, se kam qelluar. Po të mbare ftesë, vi. Po pa ftesë, kush e gjet? Mbarove zoti Goreshi me pyetjet. Jo, s'kam marrur. E vazhdo dhe me pyetjet tjera. A do mblesh lushnje do më çosh Roskovec? Jo, rrin lushnjë është. Po. Ashtu dhe, me të shtyr. Po ti sfitoj fare, po ta la, i tha Bela sajt, hiqe këta, se ka ngell të adhjet vota, se dum për gazin, hiqe, se more ti, la dorheqen ajo, se mori një lushnjare tjetër, e po se, kujdes me mua, se dhe dorheqen, da dorheqen a mel da shkret, si tha nalo, shpejt, se do ju shoqat se gjine, e po, me po, ta di qiptarë të punë, ti nuk fitove hiqe, ishë po s'fitova unë. Dhe situata kur të rregullohet lushje divjak, sepse realisht lushje divjak është skandal botror pjesë e fshatra. Po, faleminderit zoti Goreshi, zonja Moçaj. Të gjitha këto, ju lutem, jo një sekond. Po, më ndjes. Nëse ka ndonjë, ju lutem, nëse ka ndonjë përgjigje në ato që tha zoti Goreshi në lidhje me projekt ligjin, është e mirë pritur përgjigja juaj, por të gjitha këto që ngriti si shqetësime zoti Goreshi, janë të denja për një seancë interpelance me ministrin Karakashi. Rregullorja e kuvendit e kemi bërë dhe 3 rregullorën tani, kemi shtu dhe ca nene. Unë t'i bëj, t'i formuloj pyetje, të kërkoj një interpelancë dhe ministri në përputhje me detyrimin që ka sipas rregullorës kuvendit, mund t'i jap përgjigjen në seancë plenare. Nuk po thema qëndrojnë apo qëndrojnë shqetësimet, sepse përderisa i ngre janë qëndrime dhe shqetësimet një deputeti që vjen nga lushnja, por për pyetjet që nuk kanë lidhje me projekt ligjin dhe që ai ka gjithë drejtën sipas rregullorës të kërkojë interpelancë, nuk jeni e detyruar të jepni përgjigje. Por nëse ka në ato pyetje që ngriti zoti Goreshi shpjegime për dhënë, fjala është për ju. Ju falenderojmë realisht pa mas, zoti Goreshi, faleminderit për pyetjet dhe mbi gjitha ngritjen e problemeve që ju bënin në mënyrë të vazhdueshme, për cilat do doja vetëm të bëja një sqarim për cilin edhe ministri do të alertohet në mënyrë të menjëhershme.
për të gjithë elementet që ju diskutuat dhe për të cilat ne do të donim shumë shpejt të sjellim në këtë komision të nderuar, edhe planin e ndërhyrjes, mbi bazën asaj çka është në fakt ndërhyrja në terren, problemet e cilësisë, pra mundësia që ne të shkojmë me një kondicion dhe me verifikim të gjitha elementeve që ju thatë madje na ndihmoni të mërësisht me mundësimin për të evidentuar ku janë problemet dhe planifikuar në mënyrë të qartë ndërhyrjet, në mënyrë që të kemi një zgjidhje e cila është ndërkohë interes parësor të nderuar të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, të operatorit të sistemit të shpërndarjes, që është pjesë dhe ndërkohë me kaq do donim ta mbyllim nëse ju jeni dakord. Po, i nderuar dhe siç e patëm edhe për deputetin Komici, të jetë një situatë të cilën ne do ta ndjekim në mënyrë të vazhdueshme pasi interesi i qytetarëve që ju për cilën flisni është interesi ynë parësor gjithashtu. Po, faleminderit zonja Muçaj, zoti Ndoja, pastaj votim. Vetëm një pyetje, falje. Tani gjatë shqyrtimit të projekt ligjit, përdor gjuhën e rrugës edhe vjen komision dhe ikën tani. Po, hajde s'ka ja përgjigje unë. Zoti Ndoja, të lutem shkurt. një pyetje, tash në lidhje me macat e energjisë elektrike. Mos do